qershor të vitit 2016, me përjashtim të task force speciale hetuese, delegimi i autoritetit për emërimin e gjyqtarëve dhe prokurorëve ndërkombëtar të Prokurorisë së Kosovës, dhe krijimi një kuadër për formimin e sistemit të regjistrimit të zyrës së personelit Eulexit, dhe përfaqësuesi special ndërkombëtar që është arritur në mes të shkëmbimit të instrumenteve mes Republikës së Kosovës. Është i pajustifikueshëm çdo shtyrje e metutjeshme e Kuvendit Kosovës që të mos e vënë rënd të ditës dhe të kaloj me një vendim, me një votim unanim, mund të themi lirisht, për themelimin e ushtrisë së Kosovës, forcave të armatosur të Kosovës. Ky votim do duhet të ndodhte në ditët e ardhshme. Nëse humbim këtë shans historike që e ka Kosova në ditët e ardhshme për themelimin e ushtrisë së Kosovës, forcat armatosur të Kosovës, unë dua të dërgoj alarmin të qytetarët e Kosovës, të spektrit politik kosovar. Kosova do të humb shansin për disa vite të tëra. Prandaj ftoj gjithë spektrin politik, gjithë deputetët, pa asnjë dallim, ushtria është e të gjithëve, e gjithë qytetarët e Kosovës, pa dallim etnike, le ta fusin në rënd të ditës kryqësia e Kuvendit, le të votojnë për të mirën e shtetit tonë, institucionet tona, për të mirën e së ardhmes sonë. Ky projekt ligj do të ketë për qëllim që të ratifikojë marrëveshjen ndërkombëtare që është arritur në mes të shkëmbimit të instrumenteve mes Republikës së Kosovës dhe Bashkimit Evropian për misionin sundimit të rëndë dhe ligjit në vendin tonë. Ky ligj do të ratifikon marrëveshjen ndërkombëtare në tërësi, përfshirë këtu për pa u kufizuar në zgjatjen e mandatit të Eulexit në fushat e parapara deri me datën 15 qershor të vitit 2016, me përjashtim të task force speciale hetuese, cila mandatin dhe pavarësinë do t'i garantohet me këtë marrëveshje. Delegimi i autoritetit për emërimin e gjyqtarëve dhe prokurorëve ndërkombëtar në përputhje me Kushtetutën e vitit 2020, duke u nënshtruar procesit të verifikimit të emërimeve nga presidenti i Republikës, respektivisht pas aprovimit nga Këshilli Gjyqësor dhe Këshilli Prokurorëve të Kosovës.